Pashk 2025. Johani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe e gjithë Shqipërisë. Fitoria mbi vdekjen. Klerit dhe popullit shpresëtar, bij të shtrenjtë në Zotin. Pashka është përkujtimi i ngjalljes së Zotit Jezu Krisht dhe e vërteta themelore e besimit dhe e jetës sonë. Nëse nuk do të kishte pasur ngjallje, nëse nuk do të ishte mundur vdekja, atëherë predikimi dhe besimi ynë i krishterë do të ishte i kotë, thekson apostulli i madh. Sepse vetëm nëpërmjet ngjalljes së Zotit, natyra jonë njerëzore mori rëndësinë dhe kuptimin e saj të vërtetë. Fitoria e tij mbi vdekjen është një fitore universale për të gjitha kohërat dhe për të gjithë popujt. Fitore me të cilën mund të gëzohet çdo njeri. Çdo fitore tjetër në botë ka krijuar ndarje dhe vazhdon t'i ndajë njerëzit nga njeri tjetri. Kur njëri fiton, një tjetër humb, njëri gëzohet dhe tjetri i dhërohet. Ndërsa në fitoren e ngjalljes së Krishtit duhet të gëzohen të gjithë, sepse mundet vdekja, armiku i përbashkët i të gjithë të njerëzve. Këtë Pashk ne nuk e kemi mes nesh kryepiskopin ton të dashur Anastas. Por zemrat tona ngushëllohen duke ditur se ai tani ndërmjetëson për ne pranë Zotit, sepse Perëndia nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve. Besojmë se vdekja nuk është fundi, por fillimi i një jete të re në Perëndinë. Në shpresofshim në Krishtin vetëm në këtë jetë, jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve. Ngjallja e Krishtit na forcon dhe na jep të gjithëve besim, na jep jetë për jetës së tij, një jetë e shenjtë, një jetë që mposht edhe vetë vdekjen, një jetë pa mbarim, ku pushteti tokësor i vdekjes nuk ka më fuqi. Kemi besim, dhe besimi ynë nuk është thjesht një emocion, apo vetëm dëshirë, por një siguri e themeluar mbi shkëmbin që është Krishti. Fryma dhe fjala e tij mbollën farën e jetës aty ku mbretëron vdekja, përhapën dritën aty ku ishte errësira dhe dha në gëzim kudo ku kishte frikë dhe trishtim. Ai kaloi në përvarrezën njerëzore duke përhapur lulet e përjetësisë. Por ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë e kësaj jete. Në botë ka padrejtësi dhe luftra, varfëri dhe mundim, sëmundje dhe vdekje, që shpesh mund ta çojnë njeriu në dëshpërim. Egoizmi dhe lakmia i kanë helmuar dhe deformuar marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, duke i tjetërsuar dhe duke i vetmuar nga njëri tjetri. Largimi nga vlerat, nga dashuria, drejtësia dhe mshuria, dhe sidomos nga prania e Zotit në jetën tonë të përditshme, krijon një errësirë shpirtërore, duke mjegulluar mendjen njerëzore dhe duke çoroditur kuptimin e jetës. Errësira shpirtërore është pengesa më e madhe për të hyrë në jetën dhe shlirimin e vërtetë. Por sa më e madhe të jetë errësira, aq më shumë duhet drita. Në këtë ditë të shenjtë, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë këtë gëzim, sepse vetëm duke përjetuar në jetën tonë dritën çliruese të ngjalljes, qenia jonë mund të transformohet dhe të arrijë dimensionin e saj të plotë. Ne kemi sigurinë se dashuria e tij është më e fortë se urrejtja, jeta në të më e fortë se vdekja, dhe se shpresa jonë në Krishtin është më e fortë se dëshpërimi. Ai është shpresa jonë dhe ata që shpresojnë te Zoti, thot profeti Isaia,
do të ripërtërinë në forcën e tyre. Ata do të fluturojnë në mbi krahët si shqiponja, do të vrapojnë dhe nuk do të lodhen, do të ecin dhe nuk do të ligështohen. Nëse do të ndizet drita e ngjalljes në jetën tonë, atëherë marrëdhëniet ndërnjerëzore do të ndriçohen. Ne jemi krijuar si qenie komunitare dhe jemi thirrur të jetojmë në bashkësi me njëri tjetrin dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin duke ruajtur dinjitetin e çdo personi njerëzor, sidomos të njerëzve në nevojë dhe në vështirësi. Sakrificat, ashtu si mjekimi, nuk janë të lehta, por janë të domosdoshme për shërimin tonë. Sepse nëse nuk do të përjetojmë dhimbjen e kryqit, nuk do të përjetojmë as gëzimin, jetën dhe dritën e ngjalljes. Të dashur vëllezër dhe motra, gjatë Pashkëve ne këndojmë: vraponi dhe i shpallni botës se si u ngjall Zoti duke shkatëruar vdekjen. Ai është i biri Perëndis, shpëtimtari i racës njerëzore. Ndoshta sot më shumë se kur, bota jon ka nevojë për mesazhin e Pashkës, sepse ngjallja nuk është thjesht një ngjarje e kaluar, por një përvojë vazhdueshme për çdo kohë, për çdo brez dhe çdo njeri, e cila jep shpresë, dritë dhe gëzim në jetën tonë dhe nuk na lejon të mbytemi në detin e hidhërimit. Pavarësisht se sa të vështira mund të jenë problemet tona, ngjallja e Krishtit na premton një të ardhme krejtësisht të ndryshme. Ngjallja e Krishtit nuk është një ngjarje dhe një kremtim që ka të bëjë vetëm me atë, por edhe me ne, sepse ai na bëri pjesëtar të ngjalljes së tij nëpërmjet plotësisë së natyrës së tij njerëzore. Ngjallja e tij prek dhe transformon të gjithë njerëzit, duke i dhënë ekzistencës së njeriut një jetë të re dhe duke u bërë treguesi i plotësimit përfundimtar të natyrës sonë në njerëzore. Ai që sot u ngjall, shkruan Shën Grigor Theologu, do të më ripërtërije në shpirt dhe do të më veshë me njeriun e ri. Për Pashkë jemi thirrur të përqafojmë në njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes së të dhënës së të Krishtit të falim njëri tjetrin në çdo gjë, që të mund të thërrasim me një zemër të pastër: Krishti u ngjall.